ndonjëherë ndjenjat e vërteta dalin në sipërfaqe në momentet më të papritura. Edhe Toni, që shpesh përpiqet të duket i qetë, i fortë dhe i pandikuar nga asgjë, e ka të vështirë ta fshehë atë që ndjen vërtet. Ai e pranon, edhe pse me zë pak të dridhur, edhe pse me krenarin që i lëkundet pak, se zemra e tij nuk rri dot e qetë kur e sheh Benitën duke folur me Klodianin, nuk është thjesht një bisedë që i prish humorin. Jo, është diçka shumë më e thellë. Ai e sheh mënyrën si qesh ajo, si i ndriçojnë syt kur flet, si e ul kokën pak kur turpërohet. Dhe brenda tij lëviz diçka që nuk e ka ndjerë më parë me askën tjetër. Ai e kupton se nuk po xhelozon për bisedën, por për vëmendjen e saj. Për buzëqeshjen që do ta donte vetëm për vete, për fjalët që do të dëshironte t'i dëgjonte vetëm ai, Benita ndoshta nuk e kupton plotësisht se sa shumë i ndikon ajo Tonin. Ajo flet me Klodianin pa qëllim, pa prapamendim, pa asgjë të keqe. Por për Tonin, çdo detaj i vogël bëhet i madh. Ai e sheh dhe brenda tij luftojnë dy forca, dëshira për t'ju afruar dhe frika se mos e humb. Ai mundohet të mos e tregojë, të mbajë kthjellësinë, por zemra e tij ka veten e saj, dhe ajo i rreh më fort sa herë ajo afrohet me dikë tjetër. E pranon xhelozinë se nuk mund ta shpjegojë ndryshe këtë ndjesi që e trondit sa herë ajo përqendron vëmendjen diku tjetër. Ai e di se xhelozia nuk është thjesht pasiguri, është dëshira e sinqertë për të qenë ai njeriu që i jep Benitës të qeshurat, bisedat, afeksionin dhe vëmendjen. Xhelozia e tij është një dëshmi që i shpëton nën zë, unë të dua më shumë se sa po të tregoj. Dhe fakti që ai e pranon, qoftë edhe me vështirësi, tregon se ndjenjat e tij janë të vërteta, të thella dhe të padiskutueshme. Ai nuk është thjesht një djalë që lëkundet nga një bisedë. Ai është dikush që e ka vendosur zemrën e tij tek Benita, dhe nuk ka më fuqi ta tërheqë mbrapsht. Në çdo moment, ai e vështron me kujdes, me mall, me frikë dhe me dëshirë. Dhe sa herë ajo flet me Klodianin. Zemra.